ngjyra më e shtrenjtë që ne njohim sot tek kësaj dite është ngjyra e kuqe. Ngjyra e kuqe është e shtrenjtë sepse është ngjyra e dashurisë. Ndërsa diamanti më i rrallë është diamanti blu. Varet edhe nga tonaliteti që ka bluja, sepse ngjyrat e diamantëve kanë gjithashtu një metodë. Duhet të jetë diçka vivide, as shumë e errët, as shumë e lehtë, duhet të jetë e thellë. Tamam fjala vivide. Diamantët janë me 27 lloje kombinime ngjyrash, që janë 27 lloje. Ka lila, ka rozë, ka blu. Apo ti thua këto nuancat ndërmjetme? Të gjithë nuancat ndërmjetme, se dhe portokallia dhe... Po këto janë në gjendje natyrale? Në gjendje natyrale, formohen nga deformimet kimike që pëson diamanti i bardhë. Pra në qoftë se diamantit i bardhë nën tokë i futet në formulë nitrogjeni, diamanti automatikisht kthehet në diamant të verdh. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.